ka dal njoftimi i lajmërimit për haxhin. Mbyllet me 31 dhjetor. Kështu që kush e ka nda mendjen, kush të bo llogarit të nxitoj sepse po u plotësu venet ose po u plotësu data, pastaj selam aleikum, aleikum selam, shif na vitin tjetër. Kështu që boj llogarit, boj gjonat dhe unë besoj Zotin falt nëse jam gabimtar, se shumë prej atyre që nuk kanë bo haxhin e kanë për obligim me bo haxhin, po bëjnë llogarit e shtëpisë, martesës kalamojve, ndërtimit kësaj, po do të bëj dhe këte, të gjitha këto te Allahu nuk kanë asnjë lloj vlere, nëse ti ke lekët e të bomës haxhit dhe ke lekët me jalon familjes tate që të jetojnë sa jetin haxh. Jo pëse kom nis katën e dytë, jo pëse du me bo shtëpi të re, jo pëse kisha nërmen mo me blej makinë, jo pëse duke marrë ca furnizime, zotni, nuk i njeh Allahu të gjitha këto shok. Ke lek të haxhit? Po. Ke lek në shtëpia sa mund të jetojnë ato duke mungu ti 3 javë në haxh? Po, obligohet haxhi. Maro historia. Men istata ilej, se kush ka mundësi, kjo është fjala mundësi. Prandaj keni parasysh dhe këtë gjë, se ditët ikin edhe pastaj plotësohen edhe nuk mund të bashkangjitesh karvanit të faljes dhe të mëshirës që ka emrin haxh. Zoti na mundsoft haxhin. Amin.